A të ka ndodhur ndonjëherë të shikosh një serial apo film dhe pastaj një personazh thot diçka aq të pakuptueshme sa të duhet me nxehtim të kthehesh pas? Kjo përvojë nuk është e pazakont. Një sondazh YouTube tregon se 57% e të anketuarve nuk mund të kuptojnë dialogun pa përdorur titra dhe vetëm 12% nuk përdorin fare. Sipas një studimi të BBC, 4 nga 5 shikues nga mosha 18 deri në 25 vjeç përdorin titra gjithkohës ose pjesërisht. Ndërkaq më pak se 1/4 e personave, 56 deri në 75 vjeç e bëjnë këtë, edhe pse kanë më shumë probleme me dëgjim. Por apo shurdhohemi të gjithë? Ja pse na duket sikur nuk dëgjojmë më asgjë. Filmat dhe serialet moderne shpesh i japin përparësi basit të thellë, muzikës në sfond dhe shpërthimeve, më shumë se sa dialogut. Mikrofonët dikur ishin të mëdhenj, të rënd, të ndjeshëm dhe kërkonin zgjidhje kreative për t'u fshehur. Ishin me tela dhe regjistronin në memorie fizike si dylli dhe më pas në kasetë. Pavarësisht se sa aktor kishte në një skenë, i gjithë zërin regjistronin një pistë të vetme. Aktorët duhej të ishin shumë të përqendruar, të artikulonin qartë dhe të qëndronin në një kënd të caktuar për të siguruar që fjalët e tyre të kapeshin nga mikrofoni. Përndryshe nuk dëgjohej asgjë. Për mirë apo për keq, teknologjia është përmirësuar aq shumë sot dhe me mikrofonet wireless, aktorët po japin performanca më të buta dhe më të qeta, me të folur me tërheqje zëri dhe përshpëritje. Ironia kryesore këtu është se kuptueshmëria e dialogut në filma dhe seriale duket se është përkeqësuar pikërisht si pasojë e përmirësimit të teknologjisë, regjistrimit dhe montimit të zërit. Pastaj kemi avancimin e televizorëve. Ndryshe nga televizorët e vjetër gjigant me shumë hapësirë për altoparlant, televizorët e sotëm janë jashtëzakonisht të hollë. Edhe pse prodhojnë të njëjtin zë, tingëllon më keq për shkak të altoparlantëve shumë të vegjël, të cilët zakonisht vendosen në pjesën e pasme të televizorit larg nesh. Dhe kur shikojmë diçka në telefon apo laptop, nuk është as pak më mirë. Kur i kombinon të gjitha këto, s'është çudi që kemi vështirësi të kuptojmë çfarë po ndodh. Një ditë aktivizon titrat dhe më nuk kthehesh mbrapa.